në komunikim të drejt për drejt. Denisa, përshëndetje. Shëndetje. Atëherë, do doja të dija pak se si është duke vijuar ky proces, a ka patur problematika që në nisje të procesit të votimit? Çfarë keni konstatuar? Fillimisht ka patur problematika me pajisjen e dokumentacionit të duhur, ku në pjesën më të madhe të qendrave të votimit mungonin procesverbalet kryesore, siç janë ato procesverbali hapjes së kutive të votimit, procesverbali mbylljes së kutive të votimit, procesverbali pajisjes pej dhe disa gjëra të tjera, ndoshta jo kaq të rëndësishme sa procesverbalit, por ishin në mungesë. Më pas sot ka filluar votimi në të gjithë qendrat e Bashkisë MAT. Unë këtu aktualisht jam tek qendra e votimit pranë çerdheve dhe kopshteve 932, 933, mos gaboj me numrat. Dhe këtu është një problem shumë serioz. Brenda ushtrohet presion nga punonjësja e sigurimeve shoqërore, Vjollca Balliu, së bashku me punonjës të shëndetit publik, ku janë bartës të kandidatit për deputet kandidatit për kryetar bashkie në Bashkinë e Matit, sepse ai ishte drejtori i shëndetit publik, dhe këtu janë dy punonjës të asaj drejtorie që po përpiqen të intimidojnë qytetarët, po përpiqen të ushtrojnë presion ndaj komisionerëve. Na ka njoftuar komisionerët dhe kemi ardhur më një herë, por ishte edhe KZAZ-ja, por e rëndësishme është të themi që këtu në pranë qendrës së votimit është një lokal ku janë vetë pronar punonjësit e pjesë familjarëve të komisionerëve të Partisë Socialiste që ndodhen këtu, është ky lokali këtu përballë, ku qëndrojnë patronazhistë, qëndrojnë punonjës të administratës, deri dhe tek drejtori i arsimit që mbajnë shënime njerëzit që hyjnë dhe dalin. Ju kam shkuar disa herë aty, unë kam njoftuar KZAZ-n të njoftoj policinë e shtetit, ka ardhur policia, por nuk është se ka patur ndonjë reagim. Janë të dy punonjësit e KZAZ-s që ndodhen këtu dhe po përpiqen të qetësojnë pak situatën, por është e pamundur. Unë i bëj thirrje prokurorisë së Qarkut Dibër, i bëj thirrje policisë së shtetit të mos bëhen vegla të pushtetit, por të reagojnë. Në çdo qendër votimi po të shkosh ke grupe drejtorësh të bashkive, të bashkisë, të administratës publike që po përpiqen të intimidojnë qytetarët dhe po përpiqen të mbajnë shënime në qendrat e votimit. Kjo bëhet për arsye sepse po tentojnë të bëjnë trenin bullgar. Ne po përpiqemi me sa mundemi të luftojmë me ta, por është një makineri e tërë shtetërore dhe prandaj është edhe kjo thirrje. Gjithashtu në disa qendra votimi, komisionerët e Partisë Demokratike më kanë njoftuar që ato persona që mbajnë pajisje të pej përpiqen të filmojnë dhe t'u çojnë patronazhistëve që janë jashtë. Pra, përpiqen të filmojnë numrat rendor të votuesve dhe në mënyrë që të identifikohen se kush ka votuar dhe kush jo. Kjo është e tmerrshme, kjo është thyrje privatësisë, këto nuk janë rregulla dhe unë edhe një herë gjej rastin të bëj thirrje qytetarëve të Matit, dilni votoni masivisht dhe tregojeni revoltën tuaj me votë. Mos pyesni as për patronazhist, as për punonjës administrate, as për askënd që po përpiqet të intimidojë qytetarët matjan. E qartë. Denisa, nuk e di nëse ka patur denoncime konkrete nga ana e vetë qytetarëve, ndoshta për kërcënime që mund të kenë marrë me vendin e tyre të punës. Pra, si keni marrë këto informacione? Keni arritur që t'i konstatoni vetë apo kanë qenë qytetarët të cilët ju kanë dhënë indicet e para? Sigurisht që kanë qenë qytetarët që kanë dhënë indicet e para. S'është e pamundur të marrësh informacione në të gjithë qendrat e votimit njëkohësisht, po janë vetë qytetarët, janë komisionerët e Partisë Demokratike, janë vëzhguesit e Partisë Demokratike dhe kjo qendra këtu ku unë jam këtu aktualisht është qendra më problem. Ndërkohë, ndër të tjera, na sqarove pak minuta më herë që policia ka mbërritur, por që nuk ka arritur dot që t'i shoqëroj personat në fjalë apo që të marrë në pyetje, çfarë ka ndodhur konkretisht? Gazetari juaj ka marrë pamje këtu nga qendra e votimit që besoj do t'ju dërgoj që antari i komisionit, punonjës i shëndetit publik, i bënte presion dy antarëve të KZAZ-s. Pra, këto janë pamje shumë të rënda, këto janë pamje të papërshtatshme për një vend që aspiron të futet në Bashkimin Evropian. Ju e keni parë dhe raportin e OSBE-ut, raportin e fundit, dhe ne i kemi mbajtur të gjitha këto prova, të gjitha këto filmime, do t'i pasqyrojmë her pas here dhe do t'i çojmë edhe sigurisht dhe në prokurori.
E qartë, nuk e di nëse ka patur apo jo një tentativë nga ana e vetë kandidatëve në këtë rast, të cilët ndoshta mund ta kenë kuptuar këtë lloj situate që ka ndodhur atje dhe të kenë tentuar edhe për bllokim të procesit, pasi është një skenar që e kemi parë edhe më herët. Momentin që ka anomali të tilla dhe dëshirë për deformim dhe të dërsim vote, pra është bllokuar procesi në qendrat e votimit e konkretisht në rastet specifike të ngjashme. Ne po përpiqemi që t'ju aprishim skemat sa më shumë të jetë e mundur. Aktualisht, për shembull, më njoftoj nga njësia komsi në qendrën e votimit në Batër që mjeku i familjes së bashku me punonjës të një elektricist, punonjës i administratës shtetërore, Aslan Dervishi, janë në qendër të votimit dhe përpiqen të kapin, të intimidojnë qytetarët, t'ju diktojnë votën, ose në base dhe t'ju japin para, apo t'ju bëjnë presion për ndihmën ekonomike. Këto janë të gjitha të dhëna që na vijnë nga terreni. Ne kemi vëzhgues, unë ju kam kërkuar që të mbajnë të gjitha provat, filmimet, fotot, gjithçka që ata kanë. E qartë. Denisa, të falenderoj shumë paraprakisht, të lutem, do doja shumë që të qëndroje në linjë fakt edhe për pak çaste, sepse e kemi shumë të rëndësishme për ta ndjekur me audio dhe me video atë që ju sapo denoncuat, për ta patur më qartë edhe për qytetarët, dhe pse jo nëse e kemi të mundur të futemi edhe brenda më pas për të kuptuar më konkretisht situatën. E ndjekim pak për qytetarët.